Në studio jemi me Arvina Leshin. Arvina, përshëndetje dhe faleminderit që erdha. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë ne të kemi parë në rrjetet sociale, në video, duke sulmuar, duke reaguar. Kush është Arvina përtej kamerës dhe përtej rrjeteve sociale? Po, unë jam Arvina Lesh, jam 28 vjeç, jam lindur dhe rritur në qytetin e Milotit, me origjinë jam nga Mirdita, studente në fakultetin e drejtësisë në vitin e 5, gjithashtu aktiviste, kam prej gati 5 vitesh që angazhohem në shoqërinë civile, kam punuar për një organizatë të shoqërisë civile për 1 vit e gjysmë, tani jam pa punë. Çfarë të shtyu të futesh në aktivizëm pikërisht tani? Në fakt nuk jam futur tani në aktivizëm, siç e thash dhe më përpara, kam më shumë se 5 vite që aktivizohem në shoqërinë civile dhe në protesta të ndryshme, angazhime qytetare, pra jam munduar që të jem gjithmonë qytetare aktive. Arsyeja sepse jam futur ka qenë gjithmonë kjo dëshira e brendshme për të reaguar për ndonjë problem që kam parë në shoqëri. Kjo ka qenë arsyeja kryesore. Nuk kam ndonjëherë asnjëherë e hequr dhe nuk rrit dot. Sa mirë. Je një zë. Edhe për të gjitha ato zëra që nuk dëgjohen. Madje të kanë quajtur dhe heroin, por dhe provokatore. Në fakt e di që më kanë quajtur heroin, po provokatore nuk e di sepse. Kemi googëlluar ne, Ku e keni parë që të kanë quajtur dhe provokatore. Pse? Cila të bezdis më shumë nga këto dy etiketime? Me thënë të drejtën asnjëra nuk më bezdis. Heroin, okej, faleminderit, po nuk mendoj se kam bërë ndonjë heroizëm për të marrë këtë epitetin e madh heroin, kam bërë detyrën time si qytetare, pastaj për provokatore nuk e di sepse më kanë quajtur provokatore. Ndoshta nga që jam ngacmuar pak me deputetët. Mbasa. Ndoshta kjo mund të jetë arsyeja, po unë mendoj që jam treguar pak tolerante me disa deputet. Se çfarë do kishe bërë ndryshe? Po ja, për shembull me rastin e Tërmet Peqit, kisha pa fund komente, pse nuk e godite me vezë, pse nuk e ofendove. Unë s'kam dashur, me të drejtën. Pastaj kur kisha Tërmet Peqin përballë vezën në dorë kam patur. Po nëse nuk kishe një deputet tjetër në vend të Tërmet Peqit. S'ka rëndësi, në atë moment kushdo që t'ishte në vend të Tërmet Peqit nuk do e godisja me vezë. Kam patur dhe deputet të tjerë shumë afër dhe nuk I kam goditur. Me vezë gjithmonë, se mos me vezë. Po pse? Pse si ke goditur? Po nuk I kam goditur se nuk e di, kur e ke një person shumë afër, është ndjesi tjetër dhe duket sikur nuk e di, është pak e rënd ta godasësh tjetrin shumë nga afër. Ndërsa kur e ke nga larg, ajo veza mund edhe mos ta qelloj, kështu që. Edhe mund ta qelloj. Edhe mund ta qelloj, siç e ka qelluar. Kë ka qelluar? Po, unë e nisa me një deputet të Fierit, që në fakt nuk e dija se ishte deputet. Kur ishte përballë parlamentit, siç e kanë parë situatën, besoj nga rrjetet sociale, e pyeta, jeni deputet, u përgjigj me arrogancë. Edhe I gjuajta 2 vezë, njëra goditi, tjetra jo. Tani nuk I gjuajta për ta dhunuar edhe për ta dëmtuar fizikisht, thjesht në mënyrë simbolike, pavarësisht se nga pushtetarët tanë është marrë sikur ne po I dhunojmë, duam t'i dëmtojmë fizikisht etj. Po policia e shtetit juve po ju dhunon? Po, me thënë të drejtën po. Mua personalisht më ndodhi një incident, do ta quaja protestën e fundit përballë parlamentit, ku një ndër shefat e komisariatit më shtyu me forcë. Dhe mendoj që është më e pakta që ka bërë ai shef komisariati, por edhe policë të tjerë, se ka protestues që janë marrë zvarr nga policia, siç e kemi parë nga videot. E di që shikohet qartë që na kanë dhunuar, na kanë intimiduar dhe janë munduar që na largojnë nga protestat, paktën herën e fundit represioni policor ka qenë shumë I lartë. Kush ishte ky shefi I komisariatit numër 3? Është ai shefi që e godasin me vezë në sy. Ervin, se di si e kam bërë, Hasarama më duket. A keni menduar ndonjëherë ose ti personalisht që po e tepron në ndonjë moment të caktuar? Me thënë të drejtën, nga komentet që kam marrë, nuk kam menduar se e teproj. Madje komentet edhe njerëzit që më ndalojnë në rrugë janë shumë motivues dhe thonë vazhdoni kështu, vazhdoni protestat. Pastaj ka dhe të tjerë që komentojnë negativisht, po me thënë drejtën nuk I lexoj fare. I injoroj. Këto negativisht duhet të jenë
ato që nuk janë pro protestës, besoj. Po, besoj se po. Në fillim fare ishin shumë agresiv me komente, tani kanë filluar dhe e kanë zbutur pak mënyrën se si komentojnë, se thonë, jo po ju po dili në protest, po do lodheni. Do lodheni ju? Unë jo, unë personalisht jo. Unë që ditën e parë kam vendosur që do jem në protest deri ditën e fundit të protestës. Brava. Po komente kërcënuese ke marrë ndonjëherë? Ose të kanë shkruar? Kam marrë mesazhe kërcënuese, kam marrë edhe telefonata nga njerëz të ndryshëm në emër të pushtetarëve, po me thënë drejtën nuk kam frikë fare. Nuk më trembin. Si nuk të trembin? Ku e gjenë sigurin? Ku e ke sigurin ti? Po kam shumë siguri të vetja, nuk edhe nëse më ndodh ndonjë incident, nuk kam frikë. Po familja të ka ndaluar ndonjëherë ose të ka thënë mjaft me protesta? Në fakt kushtet e mia familjare janë të tilla që nuk më kërkojnë llogari ose nuk më shtyn ose nuk më pengojnë për gjërat që unë bëj. Por edhe nëse do kisha familjar që mua do më kërkonin të ndaloja ose të mos shkoja në protestë ose mos të isha aktive, nuk do ndaloja, absolutisht. E kam vendosur. Pastaj jam mjaftuar e rritur që të vendos vetë për veten time dhe të marr vendime si dua. Po zakonisht mamat janë më shumë në merak, kur shikojnë edhe videot, edhe çfarë po bëhet, sa agresive është. Për këtë po të them. Po, e kuptoj. Në fakt nuk e kam thënë ndonjëherë publikisht, po mami më vuan nga një sëmundje e shëndetit mendor, edhe nuk e ka logjikën shumë të saktë për të reaguar dhe për të dhënë një mendim rreth asaj çfarë ndodh. Pavarësisht se është në këtë situatë, e shikoj se është protektive, pra kur i shikon ato situatat në televizor ose në telefon, më thot gjithmonë kujdes se këtë e morën zvarr, kujdes se ndodhi kjo. Por unë nuk dua të ndalem, pavarësisht këtyre situatave që ndodhin, mendoj se duhet të vazhdoj me protestën edhe me aktivizmin. A të ka kushtuar ndonjëherë ky angazhim? Qoftë në miqësi, qoftë në punë, qoftë në marrëdhëniet tuaja personale? Po, me protestën e fundit e shikoj dhe kam kuptuar dhe kam faktuar që më ka kushtuar shumë. Në fakt shumë miq, shok, familjarë, shikoj se janë distancuar për shkak të protestës. Disa më kanë fshirë dhe nga Instagrami, kanë qenë persona që unë i kam suportuar shumë në nisma që ata kanë marrë para protestës, ndërsa pas protestës janë zhdukur, as nuk të shkruajnë për të motivuar ose edhe për të kritikuar, kurse kur janë kritika të sakta patjetër që do i dëgjojmë fare absolutisht. Pastaj te pjesa e punës më kanë ndikuar për shkak të protestës, kam dhënë dorëheqje nga puna. Te pjesa e miqësisë, siç e thash, janë distancuar, po me thënë të drejtë nuk më vret kjo. Nuk më vret se e di se po e bëj për një kauzë të mirë, e di se po e bëj për shoqërinë shqiptare dhe po e bëj për veten, për familjen, për miqsinë dhe për gjithë njerëzit që me të vërtet i besojnë kësaj kauze. Më thej që të kanë hequr edhe nga Instagrami. Po. Kush konkretisht? Miqt? Po, për shembull unë e thash që jam studente në fakultetin e drejtësisë, kam patur një djalë që e kam suportuar shumë në zgjedhje që ne bëm te Universiteti i Tiranës për senatin akademik, e kam suportuar shumë madje në fakultetin e drejtësisë, ai doli shumë mirë me vota. Tani babi i tij është ministër në qeverinë e krimit. Dhe e pash që më kishte hequr nga Instagrami, si ai dhe shumë të tjerë. Prandaj të pas ka hequr. Prandaj se i ka thënë babi. I ka thënë babi hiqe. Hiqe me babi. Po. Edhe unë tani Jo, ti mos u mërzit fare. Jo, nuk mërzitem. Fund të ditës vetë kemi ardhur në këtë botë, vetë do ikim. Nuk e kam problem fare, të gjithë më fshini, mos e vrisni mendjen. Nëse nesër nuk do kishte më kamera mbi ty, do të protestoje me të njëjtin intensitet? Po. Unë që kur e mbaj mend veten që e vogël, kam qenë gjithmonë aktive, pra kur shikoja ndonjë situatë të pakëndshme ose një situatë të padrejtë, gjithmonë e kam ngritur zërin. Edhe kur mos të kem kamera, do vazhdoj të bëj të njëjtën gjë. Se nuk jemi gjithmonë në praninë e kamerave dhe nuk jemi gjithmonë në situata ku na shikojnë njerëzit. Unë të aktivizmin e bëj edhe pa që nevoja të më shikoj dikush. Te lagja, me komshinjt, me familjarët, me të gjithë. Pse ke zgjedhur të ndjekush deputetët në rrugë dhe jo vetëm në protest? Me thënë drejtën na ka dalë nami se nuk i kam ndjekur në rrugë.
video që janë bërë shumë virale kanë qenë videot që ne kemi, domethënë ka qenë situata që ne kemi qenë duke i pritur përballë parlamentit. Ata kanë zgjedhur që të dalin nga dyer që populli as nuk i dinte që ekzistonte, dhe unë thjesht i kam ruajtur dhe ju kam bërë video dhe ju kam bërë këto thirrje deputet të shitur, deputet të krimit. Pastaj rasti i Erion Braçes, kam qenë duke kaluar rastësisht afër komisionit të ligjeve te godina tjetër e kuvendit, që është tek bulevardi, ka qenë e rastësishme. Më doli para dhe thash mos ta humb pas si rast, se nëse nuk do i flisja dhe do i tregoja dikujt që unë kam rastisur Erion Braçen dhe nuk i kam folur, e di se do ishte më keq. A mendon se kjo mënyrë po i vendos ato para përgjithësisë, apo vetëm krijohet një spektakël? Nuk mendoj që thjesht po krijohet një spektakël, mendoj që këto situata i kanë vendosur përballë përgjegjësisë, se po ti shikosh janë gjatë gjithë kohës duke ju fshehur qytetarëve. Dalin nga dyert të ndryshme, përdorin makina me xhama të zi, janë gjithmonë të fshehur nga qytetarët, se mendoj se thjesht nuk mund t'ju dalin më përballë. Nuk kanë fytyrë, nuk e di a do mundet ndonjëherë që t'ju dalin më përballë qytetarëve, këta pushtetarët tanë. Se di unë po të isha në vendin e tyre, nuk do guxoja as të dilja nga shtëpia më. Pa ato dalin. Ata dalin, po nuk dalin përballë qytetarëve. Ne kemi 2 muaj nuk i shohim. Cili nga politikanët të ka surprizuar më shumë? Për keq të gjithë, për mirë asnjë. Kush nga këto? Po për shembull, e përmendëm edhe një herë rastin e Tërmet Peçit, unë ta thash kur e takova herën e parë, u pas situata, ndërsa herën e dytë ne e pritëm tek Toptani dhe më ka sharë nga ropt. Po, më ka sharë. Nuk kam video, po më ka sharë. Nëse merren parasysh të gjitha. Po tani merren parasysh kur të shanë një person që s'ka ndonjë post në shoqëri ose një vend caktuar në shoqëri, o deputeti. Gjithsesi, nuk e kam problem, vazhdo shaj. Po të zura. Vezën. Vezën, asgjë tjetër. A ke pasur frikë ndonjë moment se do të ndigjesh me ligj? Tani, unë e kam diskutuar dhe me avokat, me jurist, plus që edhe nga fusha e drejtësisë në marrëvesh se kam studiuar 5 vite. Veza është një formë e protestës paqësore. Po. Paktën kështu ma kanë thënë, avokat, jurist e tjerë. Tani që u bë aq masive goditja me vezë, nuk e di pse këta deputetët tonë tani e marrin si akt dhune, po nuk kam patur frikë se do procedohesha penalisht për shkak të gjuajtjes me vezë, thjesht kam patur këtë frikën se mos policia duke zbatuar urdhra të cilët nuk janë të ligjshëm mund të më shoqëronte, por deri tani nuk ka ndodhur. Kjo tregon që nuk kam bërë ndonjë veprim për të shoqëruar në polici. Nëse Edi Rama do të pranonte që t'i ulesh përballë, do me thënë të kishit një takim për 10 minuta, çfarë do t'i thoja? Nuk do ulem përballë me Edi Ramën. Pse? Sepse unë ja kam thënë kërkesën publikisht Edi Ramës. Unë kërkoj thjesht dorëheqjen e Edi Ramës. Nuk kam pse t'i ulem përballë. Dorëheqjen nuk e jep, ai ka thënë që unë nuk e jap dorëheqjen. Po mirë, edhe pse e ka thënë, unë mendoj që do ta jap dorëheqjen. Madje mendoj se thjesht po bën këtë presionin kundrejt qytetarëve. Kur mendon se mund ta japi dorëheqjen? Nuk kam një datë të caktuar ose një ditë të caktuar, por shpresoj që të jetë shumë shpejt. Shpresoj. Po nga ato politikanët e opozitës? Po dhe politikanët e opozitës i kemi sulmuar në thonjza. Madje po ta shohësh sa herë hyn në kuvend, unë gjithmonë ju kam thënë deputet të shitur, deputet të Ka nga ato që i keni përqafuar në rrugë, i keni bërë pjesë të protestës? Unë personalisht jo. Kë për shembull, për kë e ke fjalën? Përqafime termit që e keni bërë pjesë të protestës. E kuptoj. Unë personalisht nuk kam. Sa një Koreshi për shembull. Unë personalisht jo, unë s'kam afruar asnjë politikan. Absolutisht. Po ti tani një sqarim për të gjithë. Po. A i përket në një pjesë partia? Nuk i përkas asë një partie politike, asë nuk kam qenë asë njerë aktiviste në asë një parti politike. Dhe këto e them me përgjegjësi të plotë. Okej, nëse ti kërkon dorëheqjen e Edi Ramës dhe Edi Rama mund ta japi dorëheqjen. Kush mund ta zëvendësojë Edi Ramën? Kush mendon se e bën më së miri? Nuk kam një emër, aktualisht nuk kam një emër.
nuk kam. Po së është shumë kështu, ne dalim, protestojmë, edhe nuk e dim se kush mund të zëvendësojë Edi Ramën. Unë aktualisht po protestoj vetëm për dorëheqjen e Edi Ramës dhe nuk i kam menduar këto pasojat e tjera, pra se kush do vi në vend të Edi Ramës apo kush do ta zëvendësojë Edi Ramën. A keni menduar të hapni një parti brenda protestës? Absolutisht jo, absolutisht jo. Unë kam dalë si qytetare, si aktiviste dhe as nuk e kam menduar që të hap një parti, as nuk kam menduar që të bëhem pjesë e ndonjë partie. Po në zgjedhjet e ardhshme, do dojë të ishe pjesëmarrëse Si e ndonjë partie? Jo, Ose si kandidata? jo, nuk mendoj fare, aktualisht jo. As si kandidate, as si suportuese ndonjë partie politike. Tani po e them këtu të ardhmes nuk i dihet, po flas se ç'a mendoj momentalisht, deri në fund të protestës. Pastaj më vonë mund të na ndryshojnë dhe mendimet, nuk e di. Edhe sa mund zgjas kjo protesta? Si është gjendja aktuale e protestës? Protesta do zgjas deri në dorëheqjen e Edi Ramës dhe këtë e kemi thënë disa herë. A është zbeh pak protesta? Nuk mendoj që është zbehur, pavarësisht se tani varet se ku i shikon lajmet. Po ti shikosh te disa televizione, janë gjithmonë ato dronet nga lart që thonë ja sa ishte numri protestuesve sot, për treguar se protesta po zbehet, numrat nuk janë të njëjtë si në fillim. Për mua është normale që numrat mos të jenë të njëjtë, se jemi me 30 korrik sot dhe nuk do ketë të njëjtin numër protestuesish si me datë 1 qershor, 2 qershor, 3 qershor, si me 30 korrik, se tani dhe njerëzit kanë hallet e veta, mund të shkojnë në plazh, takojnë familjarët, kryen ato detyrat e veta familjare. Kështu që për mua nuk është zbehur. Madje po të vish në shesh e ke sheshin plot çdo ditë. A mendoni se të rinjt po bëjnë protagonizëm në protesta? Protagonizëm në çfarë kuptimi? Pra, thjesht po vinë për të dukur Për të dukur, për të fituar diçka, ose kemi edhe këto influencerët që marrin shumë pikë, kanë marrë shumë pikë, duke qenë se kanë postuar nga protesta. Unë fakt nuk dua të sulmoj asnjë njeri dhe nuk mendoj që po e bëjnë për protagonizëm. Për sa kohë ata dalin në proteste, ngrenë zërin diku tek ndjekësit e vet, ata e shohin që po ndodh kjo protesta, pastaj ndjekësit janë mjaftueshëm të zgjuar për ta kuptuar se kush e bën për protagonizëm dhe kush jo. Tani unë dua të di se si ka ndryshuar jeta jote që kur u bëre e famshme. E famshme? E famshme e bërë tani. Me thënë drejtën s'më ka ndryshuar jeta fare, përveç se kam dhënë dorëheqje nga puna, asnjë gjë tjetër s'më ka ndryshuar. Po, Edhe po, më ndalojnë njerëzit në rrugë. si ndihesh? Ndjem shumë mirë, po është pak situatë e çuditshme. Nuk po them e sikletshme, se më pëlqen kur njerëzit më afrohen, më flasin, se janë gjithmonë komente pozitive. Madje kur po vija nga këtu më ndaluan 3 persona dhe janë shumë suportues. Edhe madje kjo është një ndër arsyet që të bën të dalësh më shumë dhe të jesh më aktive. Më thej që jeta ime është e njëjtë, vetëm se dash dorëheqjen nga puna. Po. Pse e the dorëheqjen nga puna dhe a të mungon puna? Unë që 18 vjeç që kam punuar çdo ditë. Nuk kam qenë asnjëherë pa punë. Puna që bëja më mungon, se kam bërë një punë shumë të bukur, kam punuar me të rinjt në një organizatë të shoqërisë civile. Më mungon, por duke qenë se jam shumë aktive me protestën, e kam kohën shumë të zënë. Dhe jam e fokusuar vetëm tek protesta dhe kam harruar se qa pune kam bërë, shoqëri, familjare, tjerë, duke qenë se fokusi im më i madh është tek protesta. Pastaj arsyeja pse dash dorëheqjen është e kuptueshme që lidhet me protestën. Çfarë komenti në rrjetet sociale të ka shqetësuar më shumë? Nuk ka komente që më shqetësojnë, nuk më pëlqejnë këto që flasin me fjalë të pista. Kur është një kritikë konstruktive, për mua është e pranueshme, e lexoj, e pranoj, e mendoj. Pastaj këto që shajnë, komentojnë. Janë dhe këta, siç e tham dhe më përpara, që janë mbështetës të pushtetit, që mundohen të ndikojnë me komente, por unë ta dini nuk fshi asnjë koment. I lexoj të gjitha, por nuk fshi asnjë koment. Cila është ajo gjë që njerëzit mendojnë gabim për Arvinën? Për shkak të disa lajmeve që kanë dalë, njerëzit kanë menduar se unë i përkas një force të caktuar politike, por nuk është e vërtetë.
E gjithë kjo është bërë nga një portal, me sa më kanë thënë dhe kam lexuar. Në fillim më bën aktiviste të PS-s, sikur kam qenë pjesë e PS-s, kam marrë pjesë në fushata dhe aktivitetet e tyre. Pastaj më thanë që jam aktiviste e lëvizjes bashk, sikur jam e radikalizuar nga Erlin Qorri, disa lajme që nuk janë fare të vërteta. Lajmi i fundit doli sikur jam e afër mja Andrea Prendit. Nuk kam lidhje fare, e njoh vetëm nga televizori, nuk kam lidhje mas një parti politike. Ky serim besoj ishte shumë i vlefshëm. Po, mendoj që njerëzit duhet ta dinë se nuk më pëlqen kur bëjnë lajme e fake. Pastaj një lajm tjetër që s'm ka pëlqyer fare, që është komplet pa baza dhe pa asnjë lloj vërtetësie, është që jam 5 herë ngelse në fakultetin e drejtësisë, edhe ky është lajm fake, mund ta vërtetojmë, kam mënyra për ta vërtetuar. Një lajm tjetër ishte që kam filluar shkollën në Amerikë, kam ngelur atje dhe kam ardhur ta filloj këtu. Nuk kam qenë asnjëherë në Amerikë, do doja shumë që të shkoja, po nuk ka shkuar. S'kam shkuar. Janë të lezetshme këto aludimet që bëjnë për njerëzit. Po janë të pabaza, se të habitesh edhe ti vetë. Për zotin them nga i nxorën, ku i merrni këto lloj informacionesh? Edhe tani për në fund të bisedës, që unë nuk kënaqesha shumë, do kisha kënaqësinë që të njihja nga afërt, kam parë vetëm në rrjetet sociale dhe kam thënë bravo për guximin. Faleminderit shumë. Je një heroin, siç e kanë thënë disa të tjerë. Atëherë unë do doja një mesazh nga ty për të gjithë ato që thonë, "Ok, kjo me gjithë këtë aktivizëm nuk do të arri asgjë." Çfarë mesazhi ke ti për të gjithë ata? Po tani unë nuk është se kam ndonjë synim që të arrij të bëhem X gjë në jetën time, edhe po përdor aktivizmin për të arritur diçka në jetë. Aktivizmin po e bëj thjesht se dua ta bëj. Mendoj se duhet t'i shërbejmë Shqipërisë dhe idealeve tona. Mendoj se duhet ta suportojmë të lloj kauze, dhe mesazhi im që të dalin në protest, se mendoj çdo njëri nga ne ka një arsye për të dalë në protest. Nuk besoj që ka njerëz në Shqipëri që e kanë jetën aq të bukur dhe aq perfekte sa mos të kenë motiv për të dalë në protest. Kështu që dilni në protest, bashkohuni me popullin, mbështesni njëri tjetrin, edhe Rama në burg, Berisha në burg. Arvina, të falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Edhe turoj shumë sukses, jo vetëm në protest, por edhe në rrugën Faleminderit shumë. Tënde, sepse je një vajzë e zgjuar dhe meriton më të mirat, edhe shpresoj që gjithë qëllimet, çdo lodhje, çdo sakrificë të kenë një benefit të mirë në fund dhe të arrijnë qëllimin. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë ftesën, edhe unë u kënaqa shumë me ju dhe ju uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Sot do të flasim për një temë që na prek të gjithëve, edhe pse shpesh nuk i kushtojmë vëmendjen e duhur. Çfarë ndodh me mbetjet që mbledhim çdo ditë? Sa rëndësi ka riciklimi për mjedisin, ekonominë dhe të ardhmen tonë? Për të folur për gjitha këto dhe riciklimin, i cili është një art më vete, kemi të ftuar Kujtimin. Kujtim, mirë se erdha. Të përshëndes Klea dhe mirë se të gjeta. Tani për të gjithë ato që nuk të njohin me emrin Kujtim, emri i artit yti është? Emri im është Memori Art 3. Sepse memori lidhet me pjesën e kujtimit. Pra është një lloj i memorie që ruan brenda, ose është një lloj kutie thojza që ruan brenda edhe pjesën e të kalumes, edhe pjesën e të tashmes, e memorie pra. Por e kam lidhur shumë me pjesën e riciklimit, sepse zakonisht pjesa e riciklimit që unë bëj është eco art, pra që mbetjet të ngurta dhe mbetjet e buta, siç janë plastika e butë, letra, plastika çokoladave, për shembull, nëse ne marrim një karrike që riciklojmë, ne ngjesim mbi të plastikën e çokoladave. Pra, vetë karrikja është një proces transformimit, siç në pjesën e jetës përditshme, ku njeriu sot mendon ndrysh, me kalimin e kohës evolon, transformohet, vetë riciklohet në thojza dhe evolon drejt ardhmes. Kështu i kam pasur unë pjesën e mbetjeve që njerëzit i tresin, i neglizhojnë sikur janë asgjë, por janë çdo gjë, sepse pa to nuk do kishte konsumim, është diçka që mban ato që ti e konsumon dhe në fund e tresin, e përbuzin. Unë kam zgjedhur që të bëj një eco art të veçantë, duke i ngjit botë të ndryshme të plastikës, të buçit, si thamun, që është pjesa e letrave çokoladës, mund të jetë pjesa e letrave gazetave, plastika e ngurtë që mund ta ngjisin dikun
dhe duke e kthyer edhe në vepër artit të abstraksionit, diçka të çuditshme, por duke dhënë edhe mesazhin që nuk duhet treten. Nuk duhet treten sepse edhe ndosim mjedisin, sepse tretja ndot mjedisin dhe ti e di shumë mirë që ç'a bëjmë poshtë në tokë, kthehet pastaj prapë dhe dëmton pjesën e mjedisit, siç po shikohet klima, që klima është shumë jo e mirë, është nxehtje ekstrem, fortuna shiu, po shkatërrohet domethënë bota avash avash. Unë dua të di kujtim se si lindi pasioni yt për riciklimin. Shiko, zakonisht gjanat lindin nga gjanat që janë të veçanta, lindin nga pjesa e vështirësisë. Dhe po bën rreth një vit, që ishte vjet, isha në një lloj situate personale normalisht, s'ka lidhje me pjesën e turmës, që isha në një lloj mbyllje të vetvetes. Edhe unë sa herë mbyllem, unë e shkarkoj atë dhe energjie negative duke kriju diçka. Pra, jo duke bëj vepër të keqe, por duke kriju diçka. Për shembull, zakonisht, kur unë e ricikloj diçka, unë shkarkoj jo energjinë e keqe. Pra, energjinë e keqe e vetë ricikloj duke e kthyer në një lloj energjie të mirë. Me ngjyra, me pjesën e riciklimit, ndërsa pjesa e nisjes vjet ishte si thash një lloj situate jo e mirë dhe duke shikoj një kultuk. Dhe më erdhi lloj ideje. Ore, pse mos ta ricikloj? Dhe ç'a bëna? E morat kultukun që ishte i tretëm dikun, normal, do ka si ishte i bampis ose ishte i djegun, por ishte në formë edhe të mirë. Dhe kisha shumë pak ngjyra. Situatën, sepse artistat zakonisht vujnë për shkaqet ekonomike, sepse këtu është kriju që artisti është milioner. Ja. Në Shqipëri është pak problem. Duke qenë që edhe ndihma bëhet sikur jepet, po varet se ku jepet. Dhe e mora me shumë vështirësi dhe vendosa dikun, mora telefonin dhe filmova gjithçka. E nisa që në si një lloj objektivi të thjesht, hapi parë që unë bëna, thjesht e ngjyrosa. Dhe vazhdova. Nesmen mora një karrike, edhe ata e ngjyrosa me pamjen e abstraksionit. Dhe me kalimin e kohës, vazhdova duke kriju ide se si mund krijoj pamjet e abstraksionit dhe vazhdova duke më pëlqy, pra duke e kthyer në diçka edhe mesazh për njerëzit, për turmën. Cili ishte mesazhi? Mesazhi është që çdo gjë riciklohet ose transformohet, mund ta quajmë. Siç është, unë e ceka dhe në fillim thash për pjesën e njerëzve. Njeriu evolon, siç bota evoloi. Ishin kohën e shpellave, sot ti ke teknologjinë e avancuar. Ti ke një lloj zhvillimi, por zhvillimet nga vijnë nga pjesa e ideve të pjesës të përtejshme, nga ajo pjesa e padukshme, pra, sepse edhe pjesa e mendimit, imagjinata është ajo pjesa e padukshme. Nga ajo vjen dhe pjesa e ndryshimeve. Prandaj e quaj si transformim të brendshëm pikë parë herë, për ta quajtur tek transformimi i jashtëm, për ta një lloj mesazhi që edhe në jetën e përditshme, njerëzit sot janë lodh nga pjesa e kjo që kush nuk ka ekonomi, nuk duhet gjë, neglizhohet, nuk e përbuzin. Shor dhe pjesa me drinave. Sa po kryejnë punë, e tresi, nuk japin lemër, thot se letra, plastika. Jo për jo, unë mendoj që na duhet i shohim gjonat pak më thellë. Jo thjesht tek pjesa e sipërfaqes, pra. Dhe kjo është edhe ajo që edhe pjesa e njeriu, thash edhe herë, transformohet, vetë riciklohet në të formën e vet dhe ndryshon për mirë, evolon. Evolimi vetë riciklim. Ti me mbeturinat çfarë bën? I hedh me mbeturinat e tua? Jo. Kam marrë një lloj qasje të re që nuk i tres. Vetëm ato që nuk mund të riciklohen. Ato po. Pra unë i ndaj. Normalisht ka Cilat janë ato materiale që riciklohen? Shiko, unë për veti kam bë, për shembull, si qenë pjesa mobiljeve që është e ngurta, sepse quhet e ngurta, sa televizori, karrikja e tjerë, është mbetja e ngurtë. Edhe marrim janë tjerat, janë mbetja plastikës të butë, siç janë mbajtja e makaronave, plastika e moltave, çokoladave dhe ato që përdoren. Përveç helmeve që mund kenë edhe ato, por ato nuk asi përdoris, janë shumë të dëmshme. Edhe tash, kohët e fundit kam vazhduar të bëj diçka. Unë riciklova para një jave një karrike dhe unë e quajta si pushtet karriken, sepse karrikja lidhet shumë me pushtetin. Aty ulet i varfni, aty ulet i parsni. Aty ulet shpirtëziu,
aty ulet shpirt njeri. Pra çdo kush ulet mbi të. Dhe në një farë mënyre karrikja është si transformuesja e padukshme. E ke vure për shembull pjesa kryeministër ku ulet aty, ai ndjeti pushtetshëm. Sepse ulet mbi karriken, jepat fronin e tij. Ose ai i varf një shkret që shlodhet aty. Ulet dhe jepat dhëj transformimit të padukshëm, pra jepat dhëj procesit. Dhe unë ngjita mbi të plastikën e çokoladave, pra mbetjet e plastikës, duke i transformuar në një lloj mënyre si të ishin mbretërit e transformimit, duke mos i pasi diçka që mund t'i djegim, që mund t'i tresim, ose që mund t'i groposim, por duke i kthy si mbretërit e transformimit vetvetes. Pra unë e lidh riciklimin, e lidh dhe me pjesën e procesit të njerëzit, duke qenë që unë besoj shumë te krijuesi, sipas mënyrës time, dhe jo sipas mënyrës tjerëve. E kam Si beson ti sipas mënyrës tënde? Shiko, kjo pjesa krijuesit është pak temë më e thellë. Dhe nuk do të futem. Por kam pas ngjarje që Zoti, krijuesi, drita, energjia mirë, dashuria absolute, po sepse Zoti është tek pjesa e padukshme. Është sepse ti e ndjen më shumë Zotin se sa e shikon apo e prek. Është energji e fortë. Prandaj çdo herë pjesa e padukshme është më e fortë se sa pjesa e dukshme. Dhe kam pas shumë ngjarje se Zoti më ka ndihmuar me forma të ndryshme. Nuk është ashtu ja thonë me që do të shfaqet tot flasë se si je. Ai të flet me anë komunikimi. Komunikimi bëhet me. A ke ti një komunikim me Zotin? Dhe si? Kam. Po zakonisht lidhet sepse Zoti komunikon edhe me pjesën e mendimit, Pra, ai dëgjon, shikon mendime që ti i ke në kokë. Dhe unë zakonisht lidhem me pjesën e energjisë, sepse energjia është e pastër. Pavarësisht që vim ky lloj bote dhe e ndosim simas sistemi që është krijuar në jetën e përditshme. E ndosin shumë njerëzit. E ndosim kuptimin që paragjykojnë shumë. Është krijuar një lloj atmosfere që si të jetë në xhungël, që gjas me ai që ka pushtetin, ai që ka ekonominë dhe ai që ka forcën është më i miri. Ndërsa ai që është i mirë, është i dashur me gjithë, ai që është liberal më thojza shpirtërisht, ata e quajnë budall. E quajnë një njerëz që s'ka lek për shembull ai, s'ka pushtet ai, pa çfarë forcë ka ai. Aty është Zoti pra, tek ai i miri që e përbuzin gjithë. Aty shkon ai, nuk shkon tek ai forti ka se unë jam. Forcia është ta ndihmosh dikan. Dhe jo ti bish me shkel kurashtarat. Aja forca do të thënë që është Zoti kur ti e ndihmon dikan. Aty është Zoti. Është te pjesa e energjisë mbrëmshme. Jo kur ti e përbuz dhe i bën shkel, siç vajnë për shembull. Nuk janë gjithë, se ka njerëz mirë sa dushme, le të them. Pra është edhe kjo quhet një lloj riciklimit. Kështu e quajnë, nga mënyra filozofike. Nuk e prisja se je kaq i zgjuar, kaq i artikuluar. Shiko. Po mohabet. I zut është pak diçka e madhe. Jo, Thjesht shiko. Shumë Ti se kjo mund të jetë edhe pak ironike për ti. Jo, nuk është fare ironike. Problemi është se i zut nuk e menoj se jam, sepse kjo pjesa e zgjuarësisë, kur ti thuaj zut, pra ti zgjohesh. Dhe zgjimi është i lloj vëzhimit i brendshëm që ti. Në rregull, më fole mua për njerëzit e varfër, për pjesën që njerëzit me pushtet, njerëzit pa pushtet. Më fole për Zotin, për komunikimet e tua që bën me Zotin. Po njëkohësisht më thej që edhe Zoti është me njerëzit e varfër, le t'i quajmë të varfër, me njerëzit që besojnë, që komunikojnë dhe jo me të fortit. Kjo gjë vjen nga libra që ke lexuar apo këtë e thua thjesht nga përvoja jote personale? Kjo është përvoja dhe kjo është ajo që kuptoj unë. Tash shiko pak. E lidha me të fortin e ligë. Patjetër. Ndohen gjanat, ka të fortë që janë të mirë, ka të fortë që mundohen për ta pështu dikan dhe ai nuk ka se është i fortë i ligë. Nëse dikush po i bën atë lloj e keqe dhe dikush tjetër e pështon ata edhe në mënyrën fizike, kjo është forca. Pra, ka të fortë dhe të fortë, varet se ka çu. Unë mendoj që i fortë është ai që e mron dikan, më thash. I fortë është ai që mundohet ta ndihmojë dikan. Dhe jo ai që përdoret i lloj shprehje në veri që
të cofe pjesa baktisë time vetëm që të cofe lopa jote, pak a shumë e kuptova ti. Nuk unë çka kam thënë, unë tham që ore, të kemi edhe unë, po të kesh edhe ti zot inshallah. Mundësisht të kemi azam të dy. Po edhe po spata unë keti, mos s'ka ne problem. Nuk e kam asnjëherë nuk kam ec me qëllimin e smirdhekut, me atë shpirtëzin, me atë judizmin. Sepse sot judizmi është tu pak si shumë, ka qenë për herë judizmi. E ke me mall që ti të afrosh dika në afër. Thash, nuk janë gjithë kësi, po varet se ka afro, nuk i njeh njerëzit. Dikush kënaqet me gjën e keqe që ti po të noll. E quhen si lloj ushqimi thaj. I kënaqet i shpirti i zi që ka. Bollëzi e ka, më thoj se s'kemi ne gjën sepse ngjyra zezë nuk ka lidhje, por po e marrim pa të keq, pa të keq. Sepse po për ty, si një artist që je, cila është ngjyra jote e preferuar që riciklon, gjëra që riciklon? Shiko, unë kam diçka. Për mua janë këto ngjyrat e qeta. Mendon se këto japin më shumë jetë? Si masme, sepse bota është e perceptimit. Kjo bota është materiale, materie, e prekshme, e matshme. Kur e mat, është pak me hile. Kjo matja, heshim i kerm, vem i kerm, i numër tjetër, kerm tash, i numër tjetër. Dhe është pak si me hile, sidomos pjesa njerëzimi që sot që është kriju është pak me hile. Dhe unë nuk ka se kam në një ngjyrë specifikume, për mua ngjyrat janë të lira. Unë për shembull, edhe kur bëj pjesën e abstraksionit në të lajë, përveç pjesën e riciklimit, e lajë së gjallë lirë. Pra nuk i vendos unë që të ta baj këtë shumë, ja vaj vizni, jo, qetësisht. Edhe vetëm e lajë shpirtin, thojza, lirë shumë, që të ketë pjesën e komunikimit me ngjyrat. Dhe në fund del ajo që nuk e di se si quhet në Shqipëri. Kur ti nis bash diçka, por nuk i vjen edhe plani i caktuar se çka ka për dal. Por e lën lirë shumë. E lën lirë shumë që edhe vetë dorat formojë ata që don. Nuk e di se si quhet fikse në Shqipëri, por që kështu e bëjmë përgjithësi. Unë jam i lojën atë lirë shumë. Mund të thush ti jo çdo gjë lirshme është e mirë sepse është pak e thellë, por që e kanë fjalën tek pjesa e artit. Patjetër kuptoj. Si ndihesh ti në momentin që nis riciklimi, nis të riciklosh? Çfarë ndjesie e ke në vetë? Ti jemi sinqert. Unë kam ndofta një gjë të keqe që jam zakonisht nuk mund të them i sinqert, jam i tipi lirë shumë, pra. Nuk eci me ata se ç'a mendon tjetri, sepse edhe tjetri s'ka pse ec me ata se ç'a mendoj unë. Çdo kush duhet bëje ata që ndihet mirë për veten e vet, sepse mbi gjithë është vetja jonë. Dhe po nuk ishim mirë na, si kanë për çant mirë njerëzit afër nesh. Sepse nëse unë jam i mërzitur, e vllai që është afër me ka për çaj i mërzitur. Dhe unë nuk kam asnjëherë me atë pjesën e kësaj që unë thash. Por te pjesa e riciklimit unë ndihem mirë. Riciklimi që unë bëj është diçka e vështirë, tani quhet arti i varfër. Ai që bëjnë quhet arti i varfër, kur ti mbledh mbetjet edhe i ngjit mbi diçka duke e përdorur si një lloj telajo atë pjesën e diçkas. Dhe mbi ta ç'a bën? Ngjit ngjyrat imagjinare, siç janë pjesa plastikës. Jep një lloj mesazhi për botën. Unë ndjem mirë, ndjem i lirë shumë, por ka shumë vështirësi, sepse është një lloj pune që kërkon përkushtim. A vërtetë se dikush në video shikon që unë kam fortuar, kam rregulluar videon dhe thotë, "A thotë se kjo të bën me kullaj jo." Dhe është shumë e vështirë. Por unë kam diçka që pavarësisht që mund të kem shumë mërzitje, mund të jem shumë keq, por prap nuk ndalem. Por prap vazhdoj, ricikloj, masa mundësi kam, masa mundësi mundem, sepse du të jap një lloj kontributit, por du ta kem dhe si një lloj lëvizje në thojza të re për mirë. Pra, ti jem një artist që kam bërë diçka të re. Nuk është problem vetëm ha, pi, ashtu edhe kështu. Problemi është se edhe ata mi vë, por do të lëm diçka mrapa nga pas. Nuk është le vetëm thjesht të bëjmë atë gjëje dhe kujtim, unë dua të di se a ke pasur ndonjëherë paragjykime nga puna që ke bërë dhe nga arti që ke zgjedhur të sjellësh? Po normalisht, sepse më edhe në shkolla. Mos kujto ti se kanë atë lloj edukimi dhe për shkolla se po jepet ai lloj lande, se shiko se ai lloj arti është i bukur, po nuk mësohet ai lloj gjëje. Dhe fëmia mësohet, mandej në atë moment është turp kjo, është turp ajo. Mësohet me bizë paragjykimit. Çfarë për ti sa i thoje, "Wasa?" Jo, zakonisht fëmijët e vegjël, zakonisht më ka bërë përshtypje diçka që fëmijët nga mosha 5, 6 e sipër 10 janë
shumë të sinqert i pjesë, pra pëlqejnë, kënaqen. Sa bukur sepse fëmijët tërheken tek pjesa e ngjyrave, e pëlqejnë ngjyrën. Edhe fëmia është jo paragjykuese në përgjithësi. Shumën e herëve fëmia nuk paragjykon, sepse ka atë shpirtin e pastër, derisa fëmia rritet dhe formohet duke pa rrotull dhe në arsim, varet se çfarë arsimit, varet shkolla, varet e tjerë. Kam pas paragjykim, por me thënë drejtën, jo jam egoist më. Po pse duhet mërzitem unë? Ma thyti mu, pse unë s'po i bëj keq kujt funit, po mundohem t'jap një mesazh që mas në mënyrës time më. Asa unë di, nuk po i bëj keq kujt funit. Qofse unë do t'i kisha bë keq dikujt, do tasha menuar 2 herë. Ore, po i bëj keq ti personit për shkakun. Atëherë po. Po përderisa unë po bëj diçka të bukur, po jap një mesazh. Simas mënyrës time tash nuk është, sepse njerëzimi është mësu. Nëse ti nuk shikon një pemë dhe bani edhe artit nërsh, kjo quhet shkarravin dhe kjo quhet fiksart. Jo, pra jo, është simas meje, është një lloj botkuptimit i gabum. Njeriu, thash edhe herë, ban atë lloj çoje që i duket mirë për ta. Mandej, kush i pëlqen, i afrohet, i jep dhëzën komplimentit, ose dikush tjetër ka mendimin e vet, nuk e pëlqen, s'ka problem, e mirëpres domethënë, edhe e kam shumë gjanë. Vetëm do t'jemi të sinqertë dhe jo me atë ligësinë, me atë judizmin, si thamë shpeshherë. Tani kemi shoh që ke ricikluar një telefon. Po ja themi markën se shikohet pa marrë aty. Por kam zgjedh telefon, ndoshta të ke pas për ta bërë pyetjen, po s'ka problem. Jo, pse ke zgjedhur pikërisht telefonin? Kam zgjedh telefonin sepse telefoni është mjet teknologjik. Është evolim. Pra, brenda telefonit ti ke sot çdo lloj informacioni, ti lidhesh me skaj botës. Ti shikon çdo lloj video. Shikon të mirën, shikon të keqen. Shumë kohë përpara nuk ka pas telefona. Ka pas vetëm letra. Madje dikur as letra jo i shkruajnë të pjesa druve, përdorshin një lloj ngjyra, një lloj gjaje që e shkruajnë diku në një mënyrë për ta shkruajt. Gjatë evolimit si sa shon ty që njeriu vetvete, vetë riciklohet, zhvillohet, krijon, e bën jetesën më të lirë. Pra nga letra që ishte e lodhshme, u kriju teknologjia. Teknologjia është evolimi dhe u kriju telefoni. Pra unë kam zgjedh t'i shkrim thojza në mënyrë simbolike këto lloj lapsit dhe unë ta kthej nga laps ta ngjis mbi telefon. Pra nga dikur që e përdornin letrën si telefon dhe lapsin si telefon, ti sot i ke të dyja. Ti edhe shkruan, edhe dërgon. Bravo. Pra është një lloj evolimit. Nesër ke për të pasur një lloj skeme tjetër, ku ndoshta s'ke prek fare me dorë, shkruan simas pjesës të mendimit, besoj unë tash. Dhe kam përdorur abstraksioni, domethënë, është modernizimi, është pjesa e ngjyrave që unë kam hedhur mbi ta. Unë nuk mund rri për pa përdorur ngjyra, bojra. Kënaqem. Kur i përdor ato kënaqem. Duket një tip lehtësie. Kënaqesh, a? Kënaqem, edhe një kënaqje. Është shumë interesante, ë? Ju lutem kamera. Është shumë interesant. Është një telefon pra me ngjyra akrilikut. Por është pjesa e mesazhit më që unë e di se ka bërë thënë hamër se telefon nuk ka ndonjë bjeri policisë dhe dhëtë. Ose morim ambulancën, se Edhe, unë për ne thash, e gjithë problemi është të pjesa mesazhit. Dhe jam mundu që të thash edhe herë parë, t'jap një lloj mesazhit. Që jo çdo gjë duhet përbuz, si përbuz të thash njeriu. Për mua nuk më duket të drejtë. Ti ke sot, ta marr edhe këtë. Ti ke sot në botë që sundojnë lidrat botëror. A ke pas i ke? Shumë, shpirt zi. Edhe urat si japin nuk kanë pikë mëshire. Unë jam për një shtet, do të thotë të mendimin tim personal se si do mund të jetë edhe i shtetit. Po tjetër. Që të jetë shtet që ndihmon, pra të jetë një lloj dore. Jo dorë që të bën shpull, sikur e përdorin këtu në Shqipëri pjesa burtatarëve që në vend se me të dha dorën, ta futin shpull. Thojsa. Tashi po një dorë, po një dorë që e ndihmon. Kujtim, më the pak më parë që unë komunikoj me Zotin. Edhe mua më ngeli në mendja. Unë do të pyes pak më shumë rreth kësaj. Si komunikon ti me Zotin? Ta thash pra.
Është energjia, po nuk mund ta shpjegoj ka Nuk mund të shpjegohet dhe për njerëzit, po duhet shumë dhe për emisione të tjerët, që të dinë dhe të tjerët, se mbase din shumë mirë. Si? Sepse ka njerëz se e di si duke më fol, a thua se un jam i vetmi në botë që po shpëtoj botën tash, edhe po flas me Zotin. unë nuk po them që po shpëton botën. Se Zoti s'kam se më shpëtuar. Si është na shpëton ai neve, po thjesht dua të di diçka më shumë. Tash atë herë. Sa herë në ditë përmend Zotin ti? Ajo është diçka personale që unë ka thënë. Mos më kërko të tham shumë gjëra. Është diçka që nuk mund ta tham. Ndërsa të kishte kuptim kjo. Do ishte diçka që e marrin vetë gjithë. Çdo kush ka mënyrën e vet se komunikon me Zotin. Por Zoti zakonisht tash atë herë dëgjon dhe lutjet që ti bën pjesën e mendimeve. Pra ti mendon, domethënë ti lutesh edhe me pjesën e mendimit. Meditim. Mendim. Po si dush çuje ti, mos si dush më çuje, nuk ka nevojë për thjesht rri qet. Ti qeti. Edhe kur jen kafe thjesht mendon dhe I lutesh sipas mendimit, sipas meja, se dikush e ka mënyrën e vet, mos unë nuk mund t'i them tjerëve si mu lut. A mendon ti se Zoti I realizon të gjithë dëshirat dhe I plotson të gjithë lutjet? Po kjo është gabumja, pra, se na shohim Zotin si një lloj si quhet ai gjindi Aladinit, më fal, nuk e di se si e ka ata, se e kam harruar që u bën vite, po s'ka pra lidhje ashtu. Nuk ka se është dikur që I plotësoj pjesën e dëshirave sipas tekave të mijave apo tuaja apo tjetrit. Zoti është tash atëherë, është diçka, është një lloj dashurie që nuk paragjykon. Zoti nuk paragjykon. Mundësisht ai jep shansin edhe atij që është I lig. E ka qenë. Mundohet për t'ia dhënë atë dritën e mbrëmshme. Është ajo dritë që tash atëherë lidrave botëror, që këtu në Shqipëri na e di, po botëror ju mungon. Kanë thjesht një lloj errësire mrena. Edhe çdo gjë që e bëjnë nuk ka shije për to. Vetëm kënaqen kur ndodhi gjë e keqe. Ti ke liderin global që ti e din, dhe ai flet me një lloj, domethënë një lloj bubu është shumë keq. Vetëm mënyra si flet. Në vend që thashë edhe herë të krijohet një lloj dore që e ndihmon popujt, por duan përçarje ndaj popullit. Unë kam vurë re që masa kam kuptuar, nuk e duan paqen botë. Nuk e duan evolimin. Duan që ti të kesh përçarje midis njëri tjetrit. Ti pse veshe këtë rroz, ti pse vesha ata, jo kjo kështu, jo kjo ashtu, dhe fillon pjesa përçarjes, fillon konflikti, fillon sherrri, fillon paragjykimi. Dhe kjo nuk është gjë e mirë për pjesën e njerëzimit, por duhet të krijuar edhe nëpërmjet shkollave kjo lloj gjëje, edukimi. Dhe unë mendoj që duhet kriju kultura e komunikimit në shkolla, respekti për tjetrin. Pra pa e pa se kush ka dhe kush nuk ka. Patjetër. Por duke e respektu siç është njeriu, pavarësisht që mund ketë edhe dëmtime në trup siç janë, na kuptoj vetë, njerëzit nuk ka lidhje. Ai respektohet, ai duhet fort. Nuk shikohet, se kur shikojnë do. Ja, sa argjina. Pikë e parë herë argjina për vetëm tonë që bën ato gjesti. Mandej për tjerë. Tash, unë jam edhe aktivist dhe si aktivist jam munduar sa mundem që të reagoj. Në fakt edhe arti çfarë bëj? Reagim është. Reagim sistemit është ajo. Pra unë nuk përshtatem me ata që kanë kriju sisteme. Unë kam thënë shpesh herë, unë nuk kam ndonjë gjë sepse turma s'ka faj. Nuk ka sistemet në ato që përçojnë ndaj meje, thosë ose dikujt tjetër. Pra duke e pasur një lloj gjaje kotit, dhe kur ti mëson pjesën e turmës se ajo gjë koti, turma ka për të sulë zë njëri tjetrit. Pra thash, pra në ajo përçarja midis njëri tjetrit. Tani folëm për artin, folëm për Zotin, folëm për ty, folëm për të gjitha dhe unë të vlerësoj shumë, je një djalë fantastik dhe më pëlqen shumë që në Shqipëri ka dhe njerëz të mirë. Ka dhe njerëz që mundohen për mirë. Shumë mendoj si jam. Ka edhe njerëz që ato gjë të pavlefshme duan ta bëjnë të vlefshme dhe të kenë një mesazh. Ka dhe njerëz që përcjellin mesazhe dhe mua më vjen mirë. Dhe jam e lumtur që të njoha. Dhe shpresoj të arish majat e suksesit sepse në të vërtetë e meriton. Shiko, të falenderoj shumë. Je bën shumë simpatike sot, më se harrova si u bëm lamp të vlerë të riciklimit. Simpatike, po ka diçka që vlerësoj më shumë energjinë e mirë që ti ke. Do të thënë se unë njoh energji, mos futna se s'para shëroj energji kështu po thjesht njoh energji, sepse sa I shkruaj mos ani, ja një ftan nuk ka lidhje. Po thjesht duke thënë se energjia jote është energji e mirë, dhe më dha ky lloj motori ndezu që ta mund për të fol. Dhe kjo është gjë e mirë. Shiko, unë nuk e ceka, por që ky lloj arti që më kam nis, unë thash, ka vështirësitë dhe mbesoj që është sakrificë e madhe.
besoj e memorin e artit që po flas, se po flas në emrin e artit, që është shumë e vështirë. Pavarësisht të arti nuk kuptohesh. Çfarë sakrificash ka ky art? Po kjo është edhe ekonomike. Ta kërë qartë. Se po t'isha i pasëm unë, se dikush tjetër dhe po t'isha formu me atë konceptin e pasurisë dhe isha marrë. Por vështirësia nuk është gjë e mirë, a? Vështirësia vjen që ty me të myt në thojza, nuk vjen vetëm për të bërë mirë. Mirësia ndërhyn lojë edhe të jep forcë për ta kaluar vështirësinë. Kërkon shumë sakrificë, kërkon një gjë. Unë për shembull zakonisht kam nejt me riciklimet, ka që rri edhe 7-8 orë për ta bërë diçka. Por nuk ka diçka e vullajt. Është lodhje. Po lodhje dhe ti do të fusish dur, do t'i bësh pjesëdur shumë lloj formash. Plus kushtet, e di cila është studja ime ato që kam unë? Mos e pyet. Galeria e madhe e artit. Dhe studja që kam unë është një tavolinë e vogël është ajo. Mbaron tavolinë e vogël, kaq nuk është tavolinë e madhe. Dhe unë punoj mbi ta. Ma sa mund, nuk është se kam ne atë rrjedhë. Sa modest. Po modest. Po tashi kur s'ke mollën, a do harsh pjesën e domate, se më thanë tash, e kupton, po nuk ka, problemi është të mos dorëzohesh. Kjo është forca për që unë thash. Kur pjesa vështirësive të kapin për fytit, pjesa mirësisë vjen që t'jape forcë për të vazhduar përpara. Pa ne thash që këtu konceptohet që ora kjo artist ka lëkushta. Jo, sidomos arti që bëjnë është shumë i varfër, po duhet edhe ndihma nga shteti. Në çdo vend të botës, riciklimi quhet si një lloj kontributit për pjesën e mjedisit. Këtu thot apliko ti herë se po tra ty mirë. Kur shkoj një 70 vjeç më vjen ndoshta më. Ore më duhet nima tash, nuk më duhet nima edhe kur të bëhem vet. Se kur të bëhem vet masanej, a di si e kam këtu në Shqipëri? Këtu kur të bash i famshëm, vin të thonë. Ku je shteti, ha? O sa i mirë je, t'hapin dyrë të arteve, t'japin edhe medalje, po sa i mirë je, kurse përpara s'njohin nëse kur shije, kupton. Pse s'ke art thonë, po ti isha, pas kam pa, ora dy kam qenë, s'ka mundësi thot. Ja, s'ka mundësi thot. Kujtim, po të kisha pas kohë, po mos se kishim pas pak kohën të limituar, do të kisha mbajt ditën atë këtu për të folur kaq gjëre, kaq gjatë për artin dhe për çdo gjë të vlefshme që sot në fakt janë çdo ditë në shoqërinë tonë, por pak i cekin problematikat. Besa kujtimin që shumë shpejt ka për të qenë trend. Ka që riciklojnë, po unë riciklojnë në mënyrën e abstraksionit, pra. Nuk e riciklojnë atë. Kur të bëhesh i famshëm, po edhe po së bam, të mundohem. Do vish prap këtu, mos më thush pastaj jo se jam i famshëm. Nuk pranoj. Po tash. Do mundohem tash. Do mundohesh? Do më shkruaj shokut tim, kush i di mërzotnisë shkruajnë. Kush i di mërzotnisë s'njoh se kush je. Tani jemi me te rubrika 3 sekondë, do përgjigjesh për 3 sekonda, okay? O zot, po unë më njeh filloi bar. Jo, vetëm një përgjigje, të shkurtër 3 sekonda. Plastik apo qelç? Të dyja. Njënën. Plastik. Shqipëria në rrugën e duhur apo jo? A bën kështu? Po nuk lejohet. Dhe i shaka. Shqipëria herë për herë është në krah tjetër. Edukim apo gjoba? Sa mirë do ishte bashk. Edukim më mirë. Një zakon që çdo qytetar duhet ta ndryshojë. Është më mirë ta ketë kulturë se sa për ta bërë me zërt. Pra, edukim nëpërmjet kulturës, jo kape lidhe. Okej. Fjala e parë që u vjen në mendje kur dëgjoni mjedis. Mirëmbajtjen pastër të çanash. Riciklim, fal, se unë jam i fisuar mbi riciklim. Edhe filloj se një mesazh me 3 fjalë për të rinjt. Shiko, unë do t'i sugjeroj vetëm diçka. Jo, tu është kriju koncepti që po ja për 3 shqiptar nuk duhet gjë, ja për s'bëjnë gjë. 3 shqiptar, po ta tham unë, i ke di me vojza shumë të mirë. Por nuk duhet t'i mësoni me atë kulturën që ti s'ke për të bërë ndonjëherë, ti po so përshtates duhet gjë. Jo, jepi butësinë që ai të ketë formulimin e butësisë. Nëse ti i thua atij që po nuk u bëne po nuk i bëne keq dikujt, nuk u tregove i fortë, je i dop. Dhe e shikon pjesën e dobësisë si gjë të keqe krejt, si ka për të bëj? Më thuaj ti. Edhe ai ka për të treguar nëpërmjet forcës. Mësoj mirë dhe ka për të bëhë mirë. Duhet edukim, po jo edukim, për shembull,
si puna e kohës time, ku janë shkollën. Mësuesja fillestare përdor të dhunë të tash gjynaf se para është më një. Jo, tani nuk është më dhuna në shkolla nga. Nuk është më, po është në forma të tjera, nuk është të thonë se nuk është tash dhunë, nuk është thjesht. Një mesazh të shpejt, të lutem, për gjithë të rinjt. Duhet ta shikojnë një vet ndryshim, vet riciklim, më thojza. Pra duhet të ndryshojnë për mirë, mos ta marrin butësinë si gjë të keqe, butësia është gjë e mirë. Kush e ka, çfarë është butësia është gjë e keqe? Butësia është diçka e mirë, kultura është gjë e mirë. Nuk është të thënë me që ti duhet ta kthesh egërsinë si i dhoi mënyrë vetme. Nuk është gabim, pra është kriju koncepti i gabuar në Shqipëri. Edhe në botë përgjithësi në Shqipëri. Por tash djem të vajzat e reja kanë mundësi, por duhet i mbështesë dikush. Jo ti lam kështu. Ti mbështesë ka nevojë si për mbështetje sociale, si për mbështetje edukuese. Jo ta shikojmë njëri tjetrin si një motor pune, siç përdoren sot, për shembull, ku ti s'ke drejtë në punë, është shumë problematika, rrogat e vogla, nuk ke mbështetje sociale as për shtetit, duhen shumë zë mënyrash më. Nuk është thjesht mënyra se jo, po nuk u përshtate, ti quhesh budall. Po përshtate ti je mirë, jo për jo. Se në komunizmi nuk kishte ra asnjëherë, po të kishte nejt shumë. Në fakt edhe kur ra vonë ra, por që ra të pak një herë, u shën vetë. Këtë muhabet, por që Kujtim të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi që të kisha sot në studio. Tani jemi me Elenën. Jemi te rubrika e historive që do t'u shohim me letra të tarot. Po. Elena i kanë shkruar në privat Elenës. Po. Më kanë shkruar dhe mu 2 persona, kështu që së pari nisim me të Elenës. Po. Atëre, thot, përshëndetje Elena, sot jam zgjuar, por kam një dhimbje të fortë. Do me thënë kam një dhimbje të fortë. Ku e ka dhimbja? Pasi dhimbje të fortë për djalin e saj, mbasi djali i saj është martuar dhe ka një fëmijë 8 vjeç. 8 vjeç dhe nusja vet vjen me pushime në Shqipëri. E bën pushimin në një plazh të Shqipërisë, njihet me një çun tjetër, jetojnë në Amerikë. Dhe kur kthehet nga Shqipëria i kërkon djalit divorcin. Divorcin kishte kapur dhe një avokat. Do të thënë ka qenë një lidhje dashurie një mujoshe. Do kesh kaq vite martesë, 15 vjet, 16 vjet martesë dhe të thuash për një person që e njeh vetëm një muaj dashurie jetës së ime dhe të kërkosh burit divorc. Do me thonë, kjo gruaja ka qenë e martuar 15 vite, është e martuar 15 vite me një burr. Me një burr, po është e martuar. Ky burri ka ardhur me pushime në Shqipëri. Jo burri, nusja kanë ardhur me pushime të dy bashkë në Shqipëri. Kush ka gjetë të dashur? Nusja. Nusja ka gjetë të dashur. Po, gjatë edhe ty të ka kontaktuar burri. Më ka kontaktuar mami i çunit. Për nusën. Për nusën, pasi të kërkonte që djali i saj mos ndashe, për arsye se nusën e kishte marrë të vogël, ishte e vojtur dhe kishte rritur vetë. Po nusja e ka tradhtuar ndërkohë ka gjetë dashuri tjetër. Janë shumë të rënduar, sidomos djali është shumë i rënduar nga ana psiqike, psikologjike, po kalon gati në depresion. Dhe më thotë, të lutem, dua një parashikim, dua të shikoj situatën. Si do përfundoj djali me nusën? Do kenë divorc, do kenë ndarje, mbasi dhe nusja kishte prerë biletat për të ardhur përsëri në Shqipëri dhe për të kërkuar divorcin. Dhe më thotë, të lutem, më shikon, thotë, të ardhmin e djalit tim dhe nusës timi që kanë të ardhmi, kanë ndarje apo jo. Nisim. Po, dhe ne do t'ja shohim. Shiko, këto janë një situatë të vështirë për momentin, janë të distancuar, të larguar, me sa shoh unë nusja ka rënë pjesë e mashtrimit, manipulimit, dikush e ka zhytur, e ka gënjer, e ka mështruar, e ka manipuluar, mund të jetë hequr si mund të ketë pasur kështu, mund të jetë hequr si biznesmen a dikush tjetër, por shikoj që është e manipuluar. Kanë pengesa, nuk janë sigurt, nuk janë stabil, mund të jenë ndoshta po ndoshta jo, kanë çekulibrime në marrëdhënien e tyre. Nga ana ekonomike do jenë mirë, ngritje ekonomike financiare, por mund të jenë pak të bllokuar në stres, në dashuri. Është e mërzitur për 3 kërkesa, por shikoj që nuk do i plotësoj ai dëshira që mendon ajo. Sa ai se erdhi në Shqipëri, unë u divorcova, po do i prishen
plane, do kenë një komunikim të vazhdueshëm me universin, por në fund fare do kenë balancime, do të thonë do jetë një prishje planesh që nuk do të jetë si gjërat siç ka menduar kjo nusja, por nuk shikoj që këta të kenë një divorc. Do ribashkohen. Ata bashkë janë, por nuk shikoj se ka marrë çik shukshu, të kësaj nuse si ka hyrë në çik vetja më qef. I ka hyrë në çik vetja më qef që ai se gjeta i dashurinë në Shqipëri dhe hajde se është dashuria e jetës time me një muaj. Do me thënë kjo ishte për këta. Po. Tjetra? Tjetra është një çun nga Lezhë. Ka pasur një lidhje dashurie me një gocë, një vit dashuri dhe ndahen se bëhet një fjalë, vetëm një fjalë janë ndar. Çuni e kërkon prap, por vajza është fejuar me person tjetër dhe më e bukur është se djali është shumë i rënduar nga ana psiqike, psikologjike, pse kjo është fejuar me shokun e tij të ngushtë të fëmirisë. Ja paska marrë hak. Dhe thot, dua ta di thot, ka ndarje me këtë, se ishte shumë i brashpirtërisht, bile më ka marrë në telefon duke qarë, dhe kam qetësuar pak. Djali, po më ka marrë duke qarë, se e ka ndash me bë familjare. Për të parë situatën do kenë ribashkim, do kenë komunikim, apo si kush do shikoj drejtimet e veta. Do dalje drejta i djalit është shumë i sinqert, shumë i drejt, për drejt do konfliktohen, do kenë shere debate, konflikte, mos marrëveshje do jenë super të mbi ngarkuar, nga ana financiare do jenë konfliktuar, por do kenë pak pengesa, por në fund fare mund të kenë një komunikim të vazhdueshëm, po do jetë kohë e largët. Po që them që kjo vajza që është fejuar nuk do ketë të ardhmë me atë çunin. Tjetër ishte një kjo është e fort, Klea. Dashurojnë dhe këngëtarët, Klea. Kanë edhe liriesh martesore, po. Një kliente thot, përshëndetje Elena, thot, kam pasur një lidhje dashurie, thot, 2 vjeçare me një këngëtar, thot, jam gjendur dhe financiarisht, por kohët e fundit më rish shumë i ftohtë. Shumë i ftohtë dhe më ka thënë që deri do të ku ishte lidhja jonë. Parsi unë kam bërë një investim dhe nuk e di se çfarë të bëj. Të lutem, thot, unë jam shenjë Luanit, është akrepi dhe ajo është ti martuar me një të huaj dhe kjo është e martuar dhe nga një lidhje jashtëmartesore. Wow. Dhe thot, të lutem Elena, thot, do kem ribashkim akrep me Luan, do ribashkohemi ne, apo do shikojmë se kush drejtimet të ndryshme. Si thua ti, Klea, do përfundojmë bashkë? Jo, je sigurt. Ke të drejtë. Po Helena, po kam vazhdu dhe unë të marrë energjit ty. Normale. Jo, profesionin më mirë, po ta jap vetë zemrën. Atëre. Luani, shikoj, këta në familjen e tyre do kanë krisje. Një kuror, sherë debate, një krisje, janë shumë të vrarë shpirtërisht, duhet në kenë kujdes pjesërisht spionazhin, ka qenë në pritje të shumë lajme, po një femër ose një mashkull mund t'ja ketë bërë gjërat mes. Pakërësir në lidhje me punë, gënjeshtra, mashtrime dhe çdo gjë do dali sheshi. Do me thënë, personi ka përdorur për interesat e veta. Në fund fare do vi një kohë që do ta kuptoj dhe këtë gjë ja kam thënë dhe klientës në telefon. Ka të bëjë me persona që janë xheloz, do largohet me gënjeshtrat e tij, por që të kenë të ardhmë bashkë nuk kanë, do shikojnë drejtimet e ndryshme dhe është një prishje planesh, një parlamentim. Do të thënë do derdhin lot gëzimi ose lot hidhërimi. Por si marrëdhënie që janë, të dy do mbritën shpirtërisht. Okej, jam nga Kosova, ju ndjek gjithmonë, jam peshore data 8 tetor dhe nuk jam e martuar. Desha ta ditë për fatin është gati dhe për 2 vite po bëj një kurs për tyr për patentë, po kam veç dhe nuk po më ec për asnjë gjë. Tentoj,
për të më ecur, por nuk po ec për një. Gardonjër kam pasur edhe i kam dhënë gardonjër makinës, por nuk kam pasur mundësi financiare. Dhe dy pyetje për fatin e jetës, për patentën. A do kem mundësi për me vozit me makinë, a do kem mundësi për ta marrë patentën? Dhe nuk kam pasur një vullnet të mirë. Do me thonë, a do kem vullnet për të marrë unë patentën, a do kem vullnet për t'i dhënë makinës dhe dua ta di për shenjën e peshores si do me eci. Edhe thot, kur i kam thënë nuk e thot, a do kem ndërherë makinë. Po, Lulita. Klientja ime. Lulita nga Kosova. Atëre, Lulita, kur ta dëgjosh, ke një humbje parash, një humbje pune, distancë, largësi, kriz, je pak në krizë në partneritet, je në pritje disa lajmeve, do marrësh lajme të mira, do gjykohesh për marrëdhënien që ke një pozicion të mirë, je e mërzitur, po universiteti do t'japi dhurata të bukura. Por momentin je e bllokuar, si bllokim fati, të kanë lidhur sy, të kanë lidhur duart, je në ca ujëra të thella, je në ca ujëra të turbullta, kërko rrugëzidhe, po je pa rrugëzidhe, bllokime, si në punë, si në dashuri, si në fat, një tragjedi, një fatkeqësi, sikur ke hyrë në një kështjell dhe nuk po del dot nga kështjella, por do kesh hapësira, stabilitet, një largim nga vendbanimi, një udhëtim i shtetit, do kesh një takim, një telefonat, një rikthim, një udhëtim të borishëm. Për momentin mund të kesh gjërat e ngrira, po universiteti do t'japi diçka pozitive. Do ecësh përpara, por duhet të kesh kujdes nga shoqëritë, misit fallco. Dhe nga ana shpirtërore, do gjesh qetësi shpirtërore. E ka marrin çik me prik, një gjë që ta marrësh, mos e merr me prik. Por në fund fare do stabilizojnë gjërat, do eci përpara. Do ket fat, do gjej do ket fat, po. Për momentin është në çik e bllokuar, ka bllokim fati, i ka marrë gjërat me prik, por në fund fare do. Po makina do ket? Do ket makinë, do ket gjitha, se do ket shumë mundësi për të ecur. Edhe fatin e jetës, domethënë të martohet. Dhe fatin e jetës edhe makinën. Shqyr. Edhe një tjetër? Po. Atëre. Të fundit? Kjo është e bukur fare. Përshëndetje Elena, jam e martuar, thot, por në familjen time më ka hyrë një femër e tretë. Unë jam e martuar me 2 fëmijë, jetojmë në Amerikë, thot, pasi buri im, personit të tretë, ishte prezantuar si beqar. Dhe unë i kap një mesazh duke i thënë që buri që shiko se unë do divorcohem, do i le fëmijë, të vendos fëmijët, do le gruan do të marri ty. Dhe këtë mesazh që ka lexuar gruaja vetë ka kaluar në gjendje depresioni dhe më kontakton dhe bëjnë debat gru dhe dashnore. Ti themi gru dhe dashnore, se buri tani se i kam fajt edhe në çik burat, se prezantoj si beqar, pastaj mbas 2-3 muajve na dalin martuar. Dhe i thot, me mua ti si ke gjërat e mbyllura, thot, shqetësohu, meru me do një tjetër, jo me mua, se kurse kam pasur me qëllim të ndaj nga askush, por kam zotin dëshmitar, ai nuk më le mua, thot, po mua ai më ka premtuar që do divorcohet nga ty, thot, dhe do më marri. Dhe kjo është shumë e rënduar nga ana psikologjike dhe i thot, ti të harosh se unë divorcin për 1000 vjet nuk ta jap se më ke hyrë ti në familjen time, më ke shkatruar familjen ti, nuk kam hyrë unë në familjen tënde. Dhe kjo në fund fare i thot, po këtu kush është fajtori? E fajtore ti apo është buri jot, se buri jot më prezantua si beqar dhe mbas 2 muajve, 3 muajve më tha që jam i martuar me fëmijë. Dhe do ta di zonja që do kenë ndarje me këtë, se i ka hyrë në familje dhe kjo është e martuar. Më kupton? E shikojmë. Por shikoj që në lidhjen e tyre të martesës ka hyrë një femër që është shumë
Klea, mundi më pak. Manipuluese, po. Është e djallëzuar si femër. Mund të jetë një femër që mund të jetë edhe në kuptimin, mund të jetë edhe monster që është e përbetuar që ty në familjen për të shkatruar një familje. Ka një karakter të fortë, një intuit fort, do me thonë është e përbetuar që shiko se unë do i kësaj gjëje dhe si femër hakmarse, por është edhe një qik i pëlqen këto thashë themet për të intrigat, por nuk shikoj që kjo me këtë çunin do ndahet. Do të distancohet, do largohet vetë kjo dhe përsëri do dali dielli për klienten. Për klienten, shikoj që gjatë rrugës mund t'i vijë një bebi, por do kenë një energji pozitive dhe do dali e drejta e saj, e vërteta e saj. Në fund fari do fitoj kjo. Kështu pra, këto ishin. Po, Pesë historinë mos gaboj? Po. Nëse ju të tjerë doni që të shikojmë historitë tuaja apo probleme që ju shqetësojnë, mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale Media 60 apo në Instagramin tim personal apo dhe në rrjetet sociale të Elenës. Atëherë kështu erdhi fundi i këtij programi, bashkë do të shihemi sërish të hënën në orën 11. Mos harroni të na ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.